Ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë aktivitet të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ku sot do të tërheqim shortin për renditjen e subjekteve politike në fletvotimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës Kosovës. Ky është një nga momentet kyçe në kuadër të përgatitjeve zgjedhore dhe shënon afrimin drejt fazave përfundimtare të këtij procesi dhe afrimin e ditës së zgjedhjeve. Për 2 javësh, KQZ-ja ka qenë angazhuar në mënyrë intensive në planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve të nevojshme për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme. Pas këtij aktiviteti, KQZ-ja do të vijojë me hapat e radhës përfshirë miratimin e dizajnit dhe përmbajtjes së fletvotimeve, si dhe përgatitjet për fillimin e procesit të votimit me postë për qytetarët tanë që jetojnë jashtë Kosovës. Po ashtu, ky moment u hap rrugën për subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre që pas disa ditësh të fillojnë fushatën zgjedhore sipas afateve të përcaktuara. Në këtë fazë të rëndësishme, dua të ftoj të gjitha subjektet politike dhe kandidatët që angazhimin e tyre ta zhvillojnë në frym të bashkëpunimit, respektit dhe përkushtimit ndaj rregullave dhe ligjeve zgjedhore. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe nga ky moment mund të filloj me tërheqjen e shtortit. Faleminderit. Faleminderit kryetar. Procedura për tërheqjen e shortit është e njëjtë. Nuk është se këtë vit kemi pasur do të thotë pak raste kur është tërhequr shorti, kjo është hera e tretë brenda vitit që do të thotë kemi një ceremoni për tërheqjen e shortit të renditjen e subjekteve politike. Në këtë tavolinë janë të vendosura 2 vazo, në njërin prej tyre janë emrat e subjekteve politike, ndërkësh në tjetrën janë numrat.